E qartë. Për të situatës dhe frontit në Ukrainë, flasim edhe këto momentet të fundit për situatën në Iran, në një apo një valë tensionesh që vazhdojnë dhe duket se përfshirja e Amerikës i ka dhënë dimensione të tjera këtij konflikti. Ngushtita e Hormuzit mbetet mund të themi pika më e rëndësishme e këtij mund të themi konflikti, por kemi parë edhe një lëvizje tjetër që bën Irani duke goditur pikat mund të themi luftarake, por edhe pikat amerikane të shpërndara në rajon bazat amerikane më sakt. E sheh në vimësi, e sheh në jetëgjatësi këtë lloj konflikti? Do kemi shpejti bisedime rifillim të negociatat të Lucernit, por prap do kemi luftime pastaj. Do jetë një seri, mëse kam bindjet e plot, që kjo nuk do zgjatë shumë, do jetë mund të thëmë një episod i cili mundësisht që ka mbi tokë, sidomos infrastrukturën që është jetike për Iran, qoftë urat, qoftë termocentralet, qoftë sistemin që janë për nevojat e shërbimit publike, goditen nga të mohokat amerikane, apo edhe nga B2-shi, GBU 57 që i goditje që i ka për ato tunelet nën toksore, për të cilat nuk mund shkojnë më tepër se 60 metra. Konsiderohet ajo që ka zgjuar çështja e centrifugave, që është problematikë jashtëzakonisht e madhe që Irani atje në provincën e Isfahanit apo në pjesën jugore në 5 kilometër nga Natansi. Në molet e Zagories atje është flitet dikun nga shumë njerëz të mirë që përcjellin situatën, jo tash, se ne kemi bërë tash analista brenda 2-3 javë, por ata që përcjellin 30-40 vite këtë situatë, din fare mirë që Irani ka një terren, mund të thënë një përgatitje, që nga 30 deri në 60 baza të tilla nën toksore, metro, të cilët edhe prodhojnë tash në këtë kohë luftë edhe prodhojnë raketa ballistike dhe dron. Është në pyetje që kemi rivalitet në nivelin e dronëve mes Arashit dhe Lukasit amerikan. Dhe kjo do jetë një test, mund të them, që pritet me dashamirësi edhe nga kinezët edhe nga rusët. Por, të them drejtën, unë e parapilqejat Marivin, atë portalin Izraelit, Avi Ashkenazi, ka ja 4 mëkate gabimet të cilet Amerikanë kanë bërë, dhe të thamë në mënyrë dhe ekspres. E para është mos përgatitja koalicionit me forca tjera evropiane, që është në fillim. E dyta, pengesat e koalicionit për të arritur të bind kurt për një ofenzivë toksore, por pengesë ka qenë Erdogani, nga narrativi i rrezikut të krimit të shtetit kurt dhe forcimit e tyre. E treta ka qenë që është dashur që në fillim të goditet Bandarabazi dhe pika tjera, ose harku ma problemati në pjesën veriore të gjirit përsek në kufime afër Kuwaitit. Dhe tëra kjo ka qenë gabim ose ekipe speciale të tyre apo një sitje speciale amerikane që ka qenë vendosur në ekipi parashutist në Japoni, që është folur që pastaj mund të hysë sidomos në ark, ka qenë gabimi amerikanëve që dashur të përdorë, me qenë të gjitha këto kanë ato rreziqet e veta. Dhe e katërta është që asnjëherë një aksion ajror nuk ka sukses pa trupa toksore. Doktrina e tillë, logjika e tillë ushtarake thotë që nuk mund të ketë sukses në asnjë rast goditjet ajrore pa trupa toksore. Dhe kjo mendoj që është ajo problematika që do kemi edhe në ditët në vijim. Për veten time mendoj që do kemi rifillim të negociatave, dhe pse janë të kyçur Pakistani është shumë aktiv, më duket që edhe kinezët kanë hyrë në lojë, sepse në këto muhabete duhet të jetë një garantues i fortë, për ndryshe nuk mund të ketë sukses të tëra ato negociata. Por hë për hë, qëllimi është që të dobësohet Izraeli, çuditërisht rrinanash, sepse punët e tyre i kryejnë amerikanët, dhe kjo në një farë mënyrë lehtëson, edhe pse mendoj që është një pikë pyetje e madhe pse nuk goditet, nuk kemë goditje dhe kundërgoditje Izrael-Iran. Mendoj që zgjedhjet e tetorit mund ta forconin më tepër Netanyahu, po se ke shumë një luftë Iran-Izrael, ose kundërgoditjet e tilla, të cilat i kemi parë ato historitë e mëhershme. Po për momentin lidhja mesme do jetë arenë e cila do përfundoj o me një fitues o me një tërheqje të dikujt që mund zaventësohet nga dikush tjetër. E qartë. Falenderoj shumë për këtë analizë që bëre të situatës së luftës në Ukrainë dhe zhvillimet më të fundit që vijnë nga situata në Iran. Ishte kënaqësi, faleminderit. Shkojmë pak momente në reklama.